Për këta po, për këta ka momentet bukra. 2025 që më përcjell këtë jetë. S'ko më arru asnjëherë. Disa persona janë që unë përjetësisht kam i bartë me veti bashkë me Kitonaz. Është sigurisht Enkeleta, gruaja. E përshëndesim për ndryshe. Edhe po ashtu protagonisti edhe personi që ma ka bo dasmën më të mirën ever që... Kom gjelozu që nuk jom kon atë që s'kom njoft ma herët. E foli me modesti, po se kolega jo të u knaq atë. E di. Edhe kush u kon atë, u kon një prej ngjarjeve më të bukura që edhe na vetë kina përjetu. Pe foli jo si dhondër, po si dasmor. Andaj 2025 që kam përcjell mu gjithmonë me veti. Okej, momentet bukura është vërtet, po du më ndërlidh tek darsma e Taulandit. Taulandit. Ka qenë, se di, e manitshme, briljante, definitivisht. Masi u hap tema e darsmës Taulandit, më të vërtet na jemi për çdo natë nëpër darsma, edhe secila darsëm e ka atë kënaqësinë e vet, lezetin e vet. Po edhe te Taulandi kemi kalu mirë se aty kanë qenë edhe një pjesë e madhe kolegë tonë, këngëtarë të ndryshëm, muzikantë të ndryshëm, Filharmonisë Kosovës, profesorat muzikës që Taulandi bashkëpunon me ta dhe janë kolegë, këngëtarë të ndryshëm që na i kemi kolegë, edhe pak për mu ka një përgjegjësi më e madhe se darsma tjera. Se në momentin ku ka shumë kolegë, është pak më e zgjuarshme që më s'mu dhnu dikush. E gjithmonë problemi më i madh i të Taulandit dhe qysh më apo që më mujt secili më dhon kontributin e vet. Brenda 6 orëve një darsëm është shumë problem. Një pjesë ku ikon diku rreth 20 këngëtar prafërsisht. Po mdogo që aty po ikon se e di që ka pas shumë muzikanta. U kon shumë problem mi thjet ton me kënu, kanë domethënë më shumë kënu që u kon shumë problem. Duhet më pas shumë kohë. Po e gjetëm në një moment ku kjo është përgjithësia që tamam jemi. E gjeta në një moment ku secili t'i japa mikrofonin, edhe unë mendoj që secili u dali kënaqur me atë pjesën e vet, atë kontributin sado pak që ka jap për Taulandin që e kemi shumë për zemër, është një djalë me një energji shumë pozitive, edhe shumë i buzëqeshëm, shumë i dashur edhe me publikun, po edhe me kolegët kur na vjen për darsma. Unë kom ditë mi zgjedh mysafirët, me energji pozitive, nuk dija kemi pas mysafir, kështu mendje nuk e maj mend, tepër optimista. Edhe që kjo është e bukura dhe jeshia e krejt kësaj. Sa fjalë bukura tha Edi për ty mër Tauland. Patjetër që është, jo veç unë, po tani një datë fjalë apo Tauland. E di me vërtet. Është vërtet. Mirënjohës, zemra mal. Gjithmonë, pra andaj edhe me plot dashni, energji e pozitivitet, janë nisa edhe për mena, si viti 2025, ashtu edhe personat e zemrës që i kom pas afër vetit, edhe unë Edin e falenderoj publikisht që ma ka jap momentin më të bukur një jetë që kom përjetu dhe që do ta përjetoj, pasi që nata martesës është pjesa më e bukura e çdo njeriu. Mandej, secili prej nesh kena më përjetu dhe shumë natë tjera e ditë tjera shumë të lumtuna.